Në zgjedhjet e 11 majit, ndërsa u flitej shqiptarëve për transparencë, barazi dhe votë të lirë, një strukturë e qeverisë siç është Posta Shqiptare, ishte aktivisht e përfshirë në skemën e kontrollit të votës së diasporës në kundërshtim të drejtë për drejtë me kodin zgjedhor. Përfshirja e postës është tashmë e pranuar publikisht nga vetë kryetari i KQZ-s Ilirian Celibashi, i cili tha se ajo u përdor për dërgimin dhe kthimin e disa qindra zarfeve. Por të dhënat reale flasin për rreth 50.000 zarfet përpunuar jashtë çdo baze ligjore, shumica e cilëve kanë ardhur nga Greqia dhe Italia. Sipas Nenit 25 fraksion 1 të kodit zgjedhor, votuesit shqiptar që ndodhen jashtë vendit duhet i dërgojnë zarfet vetëm nëpërmjet një shërbimi postar privat të kontraktuar nga KQZ. Çdo përfshirje e një strukture shtetërore si Posta Shqiptare është ndaluar me ligj. KQZ kishte kontraktuar kompaninë DHL për një shumë rreth 11 milion euro për të kryer këtë shërbim, por 25% e zarfeve janë devijuar nga DHL te Posta Shqiptare me dieni të plot dhe bashkëpunim të ngushtë mes drejtorit Postës Shqiptare Erdi Demiri, kryetari PS Elbasan, kryetarit KQZ-s Ilirian Celibashi, propozuar nga vetrama si ish ministri i tij, Qiriako Koçollari, pronari DHL-s në Shqipëri me lidhje të vjetra në qeveri dhe sipas burimeve të brendshme në bashkërendim me kabinetin e kryeministrit Edi Rama. Ky krim zgjedhor është i dokumentuar dhe tashmë kërkon hetim penal pasi Posta Shqiptare nuk ka kontratë me KQZ-n, nuk ka qenë nën kontraktori DHL-s, është institucion publik dhe i ndaluar të përfshihet në procesin zgjedhor të votës së diasporës. Drejtorit Erdi Demiri ndalohet ligjërisht të pranojë apo dërgojë zarfe zgjedhor. Më i rëndë është fakti se në zyrën e ngritur në fshehtësi brenda postës për menaxhimin e zarfeve ishte emëruar si përgjegjës djali i Pandelimaikos për u hoq 10 ditë para zgjedhjeve dhe u zëvendësua nga një usta me përvojë. Ky është një ndër rastet më flagrante të ndërhyrjes së qeverisë në procesin zgjedhor që përfshin strukturë shtetërore, shkelje të hapur të ligjit, manipulim të votës së diasporës dhe heshtje të institucioneve. Ilirian Celibashi deklaroi publikisht se do kërkonte sqarim nga DHL, por nuk përmendi asnjë detyrim për të bërë kallëzim penal ndaj drejtuesve të postës apo për të vënë në dieni SPAK-un. Tani është radha e SPAK-u do veproj kryesisht për të hetuar përfshirjen e Postës Shqiptare në një veprim të ndaluar nga kodi zgjedhor, përgjegjësinë e Erdi Demirit si drejtori i institucionit publik, bashkëpunimin me DHL-n për të devijuar zarfet dhe për të manipuluar votën e diasporës, rolin e drejtë për drejtë të zyrës së kryeministrit në këtë skem të organizuar. Ky nuk është thjesht abuzim me një procedurë teknike, ky është manipulim shtetëror i një pjesë të procesit zgjedhor. Dhe ndëshkimi i këtij akti është prova reale nëse SPAK guxon të shkojë përtej fasadës dhe të godas thelbin e strukturës që kontrollon zgjedhjet në Shqipëri.